Si kujtoni ditën e parë kur u ngjitët në skenën e estradës profesioniste të qytetit të Lushnjës? E kujtojnë gjithmonë me mall. Ka qenë një ditë e veçantë. Unë u afrova pranë estradës atij që nga dhjetori i vitit 1962, ku punonja si mekanik në oficinën në Benjës të Nëndorit. Dhe filluam provat si këngëtar popullor, dhe i ndjeri Nikodeta, drejtuesi i muzikës, profesori i nderuar, kompozoi një duet apostafat për mua dhe partneren time Vide Gjermani. Dhe pasi u përgatitëm këto aty, qelloi që do bësh një shfaqje, do jepësh një shfaqje në Krutjen e Poshtme në fshatin tim, ku unë u linda dhe u rrita. Dhe pikërisht kjo ka qenë dita që unë nuk e harroj, sepse u ngjita për herë të parë bashkë me trupën e estradës profesioniste të qytetit Lushnjës, dhe debutova atje për herë të parë atje, dhe ishte kënaqësi e veçantë, shumë e veçantë. Nuk e harroj atë ditë atje. E kam parasysh gjithmonë. A morë duar trokitje të traqi? Shumë. Si ndjeve kur morë duar trokitje? Jashtëzakonisht i impresionuar, sepse ishin njerëzit e mi ku unë kisha punuar dhe më përpara aty njiheshim me të gjithë me duar trokitën, dhe unë ndjeva shumë i emocionuar.